Ish ministri e jashtme dhe një nga figurat më të spikatura të Partisë Socialiste Arta Dade ka reaguar pasi u identifikua mes personazheve të përfshirë në postimin e kryeministrit Edi Rama, ku ai ironizonte protestuesit që prej ditësh mblidhen në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e tij. Ai i quan këta personazhe Tam e Xhinj dhe se me tubimet e tyre kujtuan se u bë bulevardi Kos për lugët e tyre të ndryshkura. E pyetur se çfarë mendon për gjuhën e përdorur nga kryeministri Dade, e cila edhe pse është tërhequr nga politika aktive, vijon të mbetet një nga zërat më të respektuar brenda së majtës shqiptare, nuk i kurseu kritikat dhe këshillat ndaj tij. Për gjuhën e tij, si njohëse e lingvistikës, mund të them që ai shqipen e ka manipulative. Anglishten e kupton, por nuk e flet dot, ndërsa gjermanishten nuk e njeh fare. Unë do t'i sugjeroja për momentin t'i përvishet gjermanishtes se do t'i duhet më shumë se shqipja e protestës dhe padyshim më shumë se anglishtja e koridoreve diplomatike, është shprehur Dade. Ish ministria nuk na e shpjegon më tej komentin e saj, por fraza do t'i duhet më shumë se shqipja e protestës duket se ka një nëntekst politik. A është kjo një ironi për raportet e Ramës me partnerët europian, apo një mesazh i koduar në lidhje me zhvillimet e ardhshme që mund të vendosin kryeministrin përballë institucioneve apo qarqeve ku gjuha gjermane ka peshë? Për vite me radhë, Arta Dade ka qenë ndër personalitetet më të rëndësishme të Partisë Socialiste, ish ministre i jashtme, deputete me disa mandate dhe një nga figurat që edhe kundërshtarët politike kanë konsideruar si më dinjitoze në politikës shqiptare. Pak ditë më parë, Dade refuzoi ftesën për të marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga Partia Socialiste për 35 vjetorin e krijimit të saj, duke shprehur rezerva ndaj mënyrës se si po drejtohet partia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.